Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Në kohërat e sodit, ose në kohën e sodit, shumë autoritete janë përmbys, e janë zhvlerësu, edhe nuk ju njihet vlera tyne. Autoriteti i prindit është zhvlerësu, dhe nuk merret parasysh, nuk njihet vlera e prindit. Po ashtu autoriteti i burrit, po ashtu autoriteti edhe i mësuesit, po ashtu edhe tentohet që zhvlerësohet autoriteti i dietarëve të fesë, i hoxhallarëve, i dietarëve në përgjithësi. Natyrisht se dietarët e fesë, dietarë që kanë dije për fe, edhe ata janë që janë kategori. Nuk janë të njëjtë. Nuk janë njerëz të pagabushëm. Mundën me gabu në momentet saktume. Mirë po, si do të mos sill me ta? Nëse dikush prej tyre gaban, çka do të më bë? A më pranu gabimin e tina? A do të më pasu gabimin e tij? A do të më refuzu dietarin, mendimtarin ose dietarin e fesë për shkak të një gabimi të vetëm, duke mos janë njoftur vlerat e tjera të tij? Këto janë të cilat me lejen e Allahut Azza wa Jall do të i trajtoj në këtë ligjërat. Dhe kjo ligjërat ka të bëjë me ato se si do të mos sill me dietarët, qoftë ata të cilat kanë vdek apo ata të gjallët. Sepse një pjesë e njerëzve nuk dinë si mos sill me dietar. Nuk dinë si mos sill me dietar. Disa prej tyre janë fanatik ndaj dietarëve dhe i pasojnë ata në mënyrë të verbër. Disa të tjerë e zhvlerësojnë vlerën dhe nderin edhe pozitën që Allahu Azza wa Jall ju ka dhënë atyne. Nuk e njohin atë pozitë. E disa të tjerë në mesatar. Këto do t'i përmendim disa rregulla që kanë përmend dietarë se si do të mos sill me dietar. Rregulli i parë është se dietarët dohet mi desht, dohet mi dasht, edhe dohet mi miqësu. Dhe janë njerëzit më meritor për më u dasht edhe për më u miqësu për hir të Allahut Azza wa Jall pas pejgamberëve, sepse janë trashëgimtar të pejgamberëve. Sheikhul Islam Ibn Taymija ka një fjalë, thot fe yajibu ala al-muslimin ba'da muwalati Allahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam muwalatu al-mu'minin كما نطق به القرآن خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. Muslimanët thot, pas miqësisë dhe dashurisë që kanë për Allahun dhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë detyrë të miqësohen dhe të duan besimtarët ashtu siç ka folur Kur'ani. E veçanërisht thot dietarët, të cilët janë trashëgimtarët e pejgamberëve, Allahu Azza wa Jall ata i ka bërë si yjet. Do të thonë Allahu Azza wa Jall dietarët e ka bërë sikur se yjet me të cilën njerëzit udhëzohen në errësirat e tokës dhe të detit. Muslimanët janë pajtuar një zëri, kanë ixhma musliman për udhëzimin dhe dijen e dietarëve. Prandaj, do të thonë për shenjave të mirësisë është që me i dash dietar, me mësu ata. Dhe Imam Tahawi po ashtu edhe ka një fjalë të tij, në cilën tregon se duhet me nderuar, me respektuar dhe me fol mirë për dietar. Thot në Aqidat Tahawiyya, ka një fjalë të tij, në Aqidat Tahawiyya, ajo që njihet ndryshe si Aqidat Tahawiyya, dhe kjo është për rregullave të ehli sunetit. Për rregullave të ehli sunetit që ka përmendur Imam Tahawiu në librin e tij El Aqidat Tahawiyya. Thot wa ulama'u salaf من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. Dietarët e selefit, prej gjeneratave të para, dhe ata që erdhen pas tyre, nga tabiinët, nga dietarët e hadithit dhe transmetimit, po ashtu edhe nga dietarët e fikhut, nuk përmenden thot vetë me fjalë të mira. E kush i përmend ata për të keq, ai nuk është në rrugën e drejtë. Mirë, po kjo miqësi dhe kjo dashuri ndaj dietarëve nuk do të thonë ose nuk kupton që me kon fanatik ndaj tyne ose ndaj personave të tyne.
e ndaj mendimeve të tyne, sepse fanatizmi është i urryer në fe. Është i urryer në fe. Dhe kjo është një gjë, domethënë, e ditur. Rregulla e dytë, si duhet mos sill me dietarët, është se duhet mi respektu dhe mi nderu dietarët. Dhe për këtë dëshmojnë disa hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe disa fjalë të selefit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thotë: "Laysa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li 'alimina haqqahu." Disa dietarë kanë bërë këtë hadith sahih, në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se nuk është prej umetit tim ai që nuk e respekton të moshurin ton, ai që nuk e mëshiron të voglin ton, edhe ai i cili nuk ja njeh dietarit ton të drejtën që i takon atij. Domethënë i cili nuk e respekton dietarin. Po ashtu në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Inna min ijlalillahi ikrama dhil shaybati almuslim wa hamil alquran ghayr alghali fihi wala aljafi anhu wa ikrama dhis sultan almuqsit." Thot vërtet pe madhërimit të Allahut azza wa jall, pe shanjave të madhërimit të Allahut azza wa jall, është edhe nderimi dhe respektimi i muslimanit i cili ka flokë të thinjura, domethënë muslimanit të moshuar, plakut, i cili është musliman që i ka flokë të thinjura, po ashtu të njeriu i dytë, për cilën dëshmon se një njeri nëse e nderon edhe respekton, nëse të vërtetë ka nderuar dhe ka madhruar Allahun azza wa jall, është bartësi i Kuranit, hamilul Quran, ai i cili ka mësuar Kuranin dhe i cili e din Kuranin përmendsh, por duke mos tepruar në të, nuk bën me tepru, po as edhe duke nënçmuar ata, po ashtu edhe nderimi i sundimtarit të drejtë. Dërsa Tawusi, një prej dietarëve të mëdhenj të tabeinëve, që njëkohësisht ka qenë nxënësi Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhu, ka thonë min as-sunnah, ka thonë an yuwaqqara arba'a al-alim wa dhu shayba wa sultan wal walid. Ka thonë nga suneti, pe sunetit, se shumë njerëz thonë pe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ka thonë pe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është që më u respektu 4 kategori njerëzish. I parë ka thonë dietari, e dyta i moshuri, e treti ka thonë sundimtari dhe i katërti është prindi. E në qoftë se kthehem tek gjeneratat e mëhershme, qysh ata kanë respektuar dietarët, për shembull, mundem me përmend disa raste kur njërin prej atyre rasteve ndoshta kemi përmend më herët, kur kemi folë mirë, po nuk ka problem ta përmendim edhe një herë. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, kur ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë i ri, në moshë të re. Ndoshta atëherë ka hyrë në pubertet. Dhe kur ka vendosur me marr dije, pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka përzgjedhur disa sahabi të cilët kanë qenë më të ditur se sa të tjerët. Mirë po i kanë nderuar shumë dhe i kanë respektuar këta dietarë, mesin e këtyre Zeid ibn Thabitit. Dhe kur shkon te Zeid ibn Thabiti, ishte Zeid ibn Thabiti hipur në kafshën, mbi kafshën e tij, qoftë mbi deve ose mbi kalit e tij, dhe ky mbante frerin dhe kapistën e kalit ose të devës së tij. Do thonë në shenjë respekti. Ky poshtë, ai atje nalt, ky mbante në shenjë respekti ndaj tij dhe thonte kështu jemi urdhëruar të veprojmë me dietarët dhe të mëdhenjt tonë. Imam Muslimi përmendet në biografinë e tij se kur ka ardhur Imam Buhariu në Neisabur, Imam Muslimi ka qenë dietar i madh i hadithit. Mirë po, më i madh se ai, edhe më i ditur se ai ka qenë Imam Buhariu. Kur ka ardhur në Neisabur, Imam Muslimi u shku te Imam Buhariu dhe ka pyet për disa hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për defektet e brendshme të këtyre haditheve. Në ato që quhet ilmul ilal, letet e haditheve, defektet që s'mundet me ditë gjithkush prej dietarëve. Pak prej dietarëve i din këto ilete. Mesin e këtyre që i ka ditë ka qenë edhe Imam Buhariu. Dhe kur e ka tregu një herë Imam Muslimit çfarë ilete ka një hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë Imam Muslimi: "Da'ni uqabbilu rijlayk." Ka thënë lëm që të puthi këmbët e tua. Ja ustadh al-ustadhin wa ja amir al-mu'minin fi al-hadith wa ja tabib al-hadith fi ilalihi. Ka thënë me lart të puth këmbët e tua, o mësuesi mësuesve, o hoxhëve, o dietari dietarëve, o priesi dietarëve të hadithit dhe mjek i hadithit që e njeh shkencën e iletit, domethënë aty në defekteve të brendshme të hadithit, të defektet të mshafta. Rregulla e tretë prej mënyrave se si mos sill me dietarët është
duhet më përpjek edhe më angazhu, edhe më interesu që me i taku djetarët. Edhe në qoftë se ka nevojë edhe me udhëtu drejt tyre për me marrë dije prej tyre. Nuk është prej respektit dhe nderit që në qoftë se ka dikush ose ka më shumë se sa një dietar në një vend, tash mos më interesu me marrë për tyne, me kërku dije për tyne, mos më interesu as mos më angazhu për ligjëratat e tyne. Kjo nuk është respekt ndaj dietarit. Do të thonë përpjekja për me i taku dietarët dhe me u thu drejt tyre, qoftë edhe në qoftë se do të thonë janë pak më larg. Për këtë arsye gjejmë në biografitë e selefit se ata pasi që kanë marrë dijen prej hoxhallarëve të një vendi ku kanë jetu, pastaj kanë udhëtu për me taku dietarë të ndryshëm. Edhe Ibn Mahdi, njëri prej dietarëve të mëdhenj të hadithit, ka qenë hoxha i Imam Ahmedit. Ibn Mahdi, Abdulrahman ibn Mahdi, dietar i madh i hadithit. Ka thonë, kana ar-rajulu min ahli al-ilm, idha laqiya man huwa fawqahu fi al-ilm, fa huwa yawm ghanimatihi. Thot kur një dietar e takonte një tjetër i cili ishte më i ditur se ai, atë ditë e konsideronte fitim, që kishte fitu, jo në aspekti material, po kishte fitu dije, se ai, domethënë kishte taku dikon i cili kishte dije më të madhe se ai. Sa'alahu wa ta'allama minhu, nga sa pyeste dhe e mësonte prej tij. Wa idha laqiya man huwa dunahu fi al-ilm, 'allamahu wa tawada'a lahu. Kur e takonte dikë që ishte më pak i ditur, e mësonte ata dhe tregoi mosdest me ta. Wa idha laqiya man huwa mithluhu fi al-ilm, dhakarahu wa darasahu. Thotë edhe kur e takonte dikë i cili është barabart me ta në dije, bashkëmoshatar e tij, bashkëkohanik e tij, i barabart me ta në dije, diskutonte me ta dhe e përsëriste dijen bashkë me ta. Ndërsa Mejmuni ibn Mihran po është një prej tabinëve të mëdhej. Se na thojmë në qoftë se dëshirojnë me pasu atë metodologjinë e selefit. Metodologjia e selefit nuk kupton, domethënë metodologjinë e sahabëve, tabinëve, dietarëve të mëdhej. Këta janë ata të cilët kështu kanë vepruar me dietarët e tyre. Thot Mejmuni ibn Mihrani, thot al-ulama hum dallati fi kulli balad wa hum bughyati idha lam ajidhum wajadtu salaha qalbi fi mujalasati al-ulama. Thot dietarët janë ajo që ka kërkoj, ajo që më mungon dhe e kërkoj në çdo vend. Domethënë ajo që e kërkoj në çdo vend. Ku shkoj në çdo vend kërkoj vetëm dietarët. Dhe ata janë synimi im, që unë synoj ata. E thot përmirësimin e zemrës time e kam gjetur në shoqërimin me dietarët. Ndërsa Abu Darda, sahabi njoftë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë min fiqhi ar-rajul mamshahu wa madkhaluhu wa makhrajuhu ma ahli al-ilm. Pejshanjeve të fikut të dikujt, se për me ka kuptuar fen që ashtu që duhet, është të dikujt është me ec, me hy, me dal me dietarët. Domethënë me ec, me hy edhe me dal në shoqërinë të dietarëve. Në qoftë se e gjen dikon që rrin me dietar, me hoxhallar, me dhe ecë dhe vazhdimisht i shoqëron ata, atëherë dije se thotë e Dardaja kuptimi i fjalës tina është se kjo tregon për fikun e tij, kuptimin e thellë të tij rreth dijes dhe fesë Allahut azza xal. Rregulla 4 është me duru ndaj dietarëve dhe ashpërsisë së tyre ndonjëherë. Ka mundësi dikush prej dietarëve në disa momente me kon më i ashpër ndaj dikujt, sidomos ndaj nxënësave më të afërt. Mund mos me kon i ashpër ndaj masës së gjerë. Mirë po ndaj atyre të cilët i ka më të afërt, të cilët marrin pjesë në derset e tij, nganjëherë mundet më tregu i ashpër kur e shën ndonjë gabim pe tyne dhe e din që nganjëherë që kjo ashpërsi është e cila e bën tërbia çat talebe ose çat kërkues të dijes. Dhe e përdor këtë farë metode. Ai tjetri nuk e kupton që kjo është për shkak, domethënë për mirën e tij, se nganjëherë, çu thot Sheikhul Islam ibn Taymija, një herë Sheikhul Islam ibn Taymija ju ka dërguar një shkresë nxënësve të tij, kur ka qenë në burg. Kur ka qenë në burg ju ka dërguar një shkresë. Dhe thot ma bëni halal, se nganjëherë më koni ashpër me juve, por i koni ashpër për arsye se kom pa që kjo është në interes të juve. Është për shkak për të mirën e juve. Thotë kjo i vjen sikur se
kur ka ndonjë ndytësirë, e cila është në dorë, nuk mundën nga një herë kjo ndytësirë mu largu prej dorës përveç se duke e fërku pak ma ashpër. Atëherë largohet prej dorës ose prej trupit. S'mundesh me largu. Për këtë arsye nga një herë dikush mundet me u tregu i ashpër në disa momente kur e shën ndonjë gabim që ka për qëllim përmirësimin edhe ndrejtjen e atina gabimit. E kemi një fjalë të Shafiut. Thotë i ushton Sufjan ibn Uyainës. Sufjan ibn Uyainë dietar i madh i hadithit dhe i cili ka jetuar në Mekë, po ka qenë dietar shumë i madh i hadithit. Thotë i ushton Sufjan ibn Uyainës: "Inna qauman yatunaka min aqtar al-ard taghdhabu alayhim yushak an yadhhabu aw yatrukuk." فقال للقائل: "هم إذا حنقى مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقه." Thot, ju është thonë Sufjan ibn Uyainës. Shafiu s'po tregon që aja ka pyet Sufjan ibn Uyainën, mirë po thot ju është thonë Sufjan ibn Uyainës nga dikush. Ka njerëz që vinë tek ti nga vise të larta, por ti zemrohesh me ta. Thot, është rrezik se ata do të largohen edhe ka më të lon. Ka më largu se ti po tregohesh nga një herë i ashpër me ta. Thot ai u përgjigj, atëherë ata janë të marrë sikurse ti. Jo budallën, domethënë sikurse ti, thot. Nëse e lën ato që ka u bën dobi për shkak të sjelljes time të ashpër. Domethënë nga një herë mësuesi, dietari mundet më ka tregu i ashpër në disa momente, edhe do të më bëj sabër se ndonjëherë kjo ashpërsi është e qëllimshme. Është e qëllimshme për me përmirësu ndonjë gabim eventual i cili mundet me ndodh për ndonjë nxënësi. Bile treguat edhe Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, thot një talebe i cili ka pas shku prej Medinës, i cili ka qenë i huaj. Tha shkova te Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, edhe pyeta diçka ose u ka tregu jo i vëmendshëm me ta dhe Sheikhu më foli ashpër. Po kur erdhi dikush pej masës së gjerë u sill shumë but me ta. Domethënë e kuptova, thot se ai kishte për qëllim më përmirësu më gabimin edhe Sheikh Ibn Uthaymin ka pasur atë metodën që mos sill me nxënësit e dijes ose me ata nxënësit të cilat janë më të afër me ta nga një herë me ashpërsi, jo sikur se sillet me masën e gjon. Prandaj duhet me duru edhe duhet me bë sabër. Rregulla 5 duhet me pas parasysh gradat e dietarëve. Nuk janë të njëjtë dietarët dhe ata janë kategori. Disa janë më të ditur se sa të tjerët. Prandaj duhet me jap vendin se cilit ashtu qysh i takon. Mirë, po kush ju jep edhe kush ju njeh këto grada, është ai i cili është i ditur, ai i cili e din se çfarë diturie dhe çfarë vlere dhe çfarë grada kanë ata. Ndërsa i paditur, i ignoranti, xahili, nuk mundet me ditë gradën e këtij edhe të atij tjetër. Ai mendon se janë të njëjtë, bile mundet me u ndryshu vendet. Edhe mund me vendos dikë i cili është më pak i ditur, ndoshta që mund më kon më eloquent me vendos para tjetrit. Mirë, pa ata të cilat ja u din gradat janë vetë dietar. Për këtë arsye Imam Dhahabiu thotë në një fjalë të tij: "El-jahilu la ya'lamu rutbata nafsihi, fa kayfa ya'rifu rutbata ghayrihi." Jahili, i paditur thotë, nuk e njeh gradën e vet. E si mund të njeh gradën e të tjerëve? Prandaj ju që dikush prej njerëzve të ignorant, i cili për shembull vendos dika, ai me të vërtetë që meriton atë gradë se ka atë gradë. Mirë, po ata të cilët e njohin gradën e të tjerëve, edhe njohin se çfarë kategorie, cili është më i ditur se tjetri, janë ata të cilët kanë dije. Për këtë arsye këtu kemi nevojë edhe me përmend dy çështje, dy pika. E para për tyne se nga një herë, po them në disa vende, megjithëse në kohën tonë tash është pak problem edhe e vështirë. Mirë, po në disa vende, sidomos ku ka shumë hoxhallare, ku ka dietar shumë, më e përshtatshme është mu kthy secili tek dietari i cili është i specializuar për laminë e caktuar. Për këtë arsye, Ibn Abbasi radiallahu anhu thot se njëherë Umar ibn Khattabi radiallahu anhu thot e majti një fjalim para njerëzve në Gjabje kur ka shku në Sham. Edhe ju tha, o njerëz, ka thonë kush dëshiron me pyet për Kur'anin, ka thotë le të shkojë te Ubej ibn Ka'bi. Thotë kush dëshiron me pyet për dispozitat e trashëgimisë, le të shkojë te Zeid ibn Thabiti. Ndërsa kush dëshiron të pyes për fikhun, le të shkojë te Muadh ibn Jabali.
Domethënë secili ka qenë më i specializuar se tjetri në çto lami. Mirë, po tash në kohën e sodit është vështirë dhe njerëzit nuk i dinë këto, atëherë është domethënë me rëndësi me u drejtu tek ai i cili ka dije. Tek ai i cili ka dije. Dhe çështja e dytë, sa përket gradave dhe kategorive që dallojnë dietarët, do të më marr parasysh mosha dhe përvoja e dietarit. Sa më i vjetër që të jetë në dije, jo çdo herë dikush i cili është më i vjetër ka dije më shumë. S'do më thonë kjo. Mirë, po na po flasim për ata të cilët kanë dije dhe vazhdimisht janë duke kërkuar dije dhe janë pak më të vjetër. Pak më të vjetër, domethënë janë më të shtyrë në moshë dhe ata në jetën e tyre kanë përjetuar gjithfarë përvoja të ndryshme. Dhe përveç dijes që kanë edhe përvojën. Po ashtu edhe përveç dijes, ajo dije kur kalon një kohë periudhë gjatë, njeriu i cili është në vazhdimisht me dije, atëherë ai, domethënë, thellohet edhe më shumë në dije. Për këtë arsye, duhet me parë parasysh edhe me dallu ata i cili është pak më i vjetër, edhe ai i cili ka pak më shumë përvojë se sa të tjerët. Dhe dietarët edhe selefët kanë qortu këtu një herë, domethënë që njerëzit me lënë dietarët e mëdhenj, ata të cilët kanë dije më shumë, ata të cilët kanë përvojë më shumë, duke marrë dije nga disa të ri. Tash kjo është relative, mirë po kështu kanë vepruar ata. Domethënë në çështjet e madhore, dietarët e selefit kanë vetë dietarët e mëdhenj. Nuk i kanë vetë gjithkon. Nuk janë kthyer gjithkush. Për këtë arsye kanë llogarit për gabimeve të njerëzve që milion dietarët e mëdhenj për shembull, ndërsa më marr edhe më kthyer të rit ose domethënë të dikush i cili është i ri shtazi në kërkimin e ditorisë. Umar ibn Khattabi radiallahu anhu ka thonë: "Ala wa inna an-nas bi khairin ma akhadhu al-ilma an akabirihim wa lam yaqum as-saghiru 'ala al-kabir fa idha qama as-saghiru 'ala al-kabir faqad halaku." Umar ibn Khattabi radiallahu anhu thotë njerëzit do të jenë mirësi, kanë më qenë mirë përderisa marrin dijen nga dietarët e mëdhenj. Dhe përderisa i riu nuk del përpara të madhit. Kur i riu të dalë përpara të madhit, edhe para atina që ka dije më shumë, atëherë ata e kanë marrë rrugën e shkatërimit, thotë Umar ibn Khattabi. Ndërsa në një fjalë tjetër, Umar ibn Khattabi radiallahu anhu thotë: "Fasadu din idha jaa al-ilmu min qibali as-saghir. Ista'sa alayhi al-kabir wa salahu an-nas idha jaa al-ilmu min qibali al-kabir wa tabi'ahu alayhi as-saghir." Thotë prisha e fesë ndodh kur dija merret nga të rinjt e të moshurit nuk i ndjekin ata. Domethënë vetëm nga të rinjt e lën ata të vjetër nuk i ndjekin këta të ri. Ndërsa për mësimi i njerëzve është kur dija merret nga të mëdhenjt, nga dietarët e mëdhenj, e të rinjt i pasojnë ata. Domethënë, kjo është një rregull. Tash jo çdo herë thash i riu në moshë është i cili është më jahil ose më pak i ditur. Mund dikush i cili është më i ri në moshë, domethënë Allah azza wa jalla ka dhënë bereqet, edhe mund të qenë më i ditur se ai tjetri. Mirë, po na po flasim këtu për dietarët e mëdhenj, edhe të cilët kanë përvojë, edhe kanë kaluar një moshë, edhe kanë kaluar disa vite ose shumë vite në kërkimin e ditorisë, ata përveç dijes kanë edhe përvojën. Edhe dinë qysh me usill me gjëra të ndryshme që ndodhin në ummet. Çfarë qëndrimi me pas, e si me dhon fetva, e si me orientu masat. Për dallim për njeriu i cili është pak më i ri, i cili nuk ka përvojë, dhe i cili mundet më ngudh nga një herë. Kjo është, domethënë, rregulla e 5. Rregulla e 6, rujo nga akuzimi dhe ofendimi dietarëve. Njeriu duhet me ruaj gjuhën e tij nga njerëzit në përgjithësi, mos me akuzu, mos me ofendu edhe mos me bëj gibet njerëzit e thjesht. Mirë po, kur vjen puna të dietarët, duhet më kujdes edhe më rujt edhe më shumë. Për arsye se kjo është një gjuna edhe më e madhe. Nëse gibeti, nëse shpifja ndaj njerëzve të tjerë është gjuna e madhe, është çështja e madhe te Allah azza wa jall, atëherë shpifja, akuzimi, ofendimi i dietarëve është edhe më e madhe, Dhe nëse dikush rrin në një mezhlis ku dikush për shembull klasifikon njerëzit, duke thonë ky
është bidaxhi, ky është murxhi, ky është kështu, edhe ja akuzon dietarët, ja akuzon hoxhallarët, ose jo cënon nderin e tyne, edhe personalitetin e tyne, atë duhet më ngrit për atina. Ose s'pako, domethënë, mas pak të është që më ngrit për atina vendi, që mos më tregu ti miratim me ata njerëzit të cilët janë në atë mezhlis. E muamira për këtyre është që me mbrojt nderin e dietarëve. Dietarët janë përveç asojna që ka, më thëmë, posedojnë njerëzit e tjerë, janë se dhe kanë dije dhe në trashëgimtarë të pejgamberëve. Kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prandaj indirekt i bën që nëse dikush e akuzon ndonjë dietar, edhe ofendon ndonjë dietar, i bën domethënë indirekt që me akuzu dhe me cunu fen. Për këtë arsye tek selefi, ata të cilët i kanë akuzuar sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë quajtur zindik. Zindik o kon sinonim i munafikut. Ata të cilët i kanë shohur sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë quajtur zanadika. Shumë se zindik, që do të thonë munafika. Pse? Për arsye se sahabët janë njerëzit më të dijshëm dhe më të vlefshëm dhe gjenerata më e artë. Tash akuzimi tyne është akuzimi fesë. Është akuzimi fesë për arsye se kjo i bën që, domethënë, kjo fe nuk na pas ka ardhur çashtu çysh duhet. Rruga e transmetimit gjithsesi ka kalu nëpërmjet sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse dikush i akuzon sahabët ose i bën takfir sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo i bën direkt që, domethënë, me zhvlerësu krejt fen, se kjo feja, hadithet e pejgamberit alaihi salam, edhe Kur'ani na ka ardhur nëpërmjet sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj njeriu duhet me pas kujdes edhe me urujt nga akuzimi, ofendimi, bërja gibet e dietarëve. Dhe ka mundësi që dietarët, shumë për dietarëve, me qenë miqtë Allahut azza wa jall, aulia. Dhe kush i armiqson miqtë Allahut azza wa jall, Allahu azza wa jall i shpall luftat tina. Shikoni për shembull në ajetin kuranor në surën At-Tauba, ku Allah azza wa jall ka treguar për disa prej munafikëve, cilët i kanë ofenduar sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka kanë thonë? Nuk kemi pa në luftën e Tebukut, nuk kemi pa njerëz më barkëmëdhej se këta, njerëzit që hanë më shumë se sa këta, domethënë për sahabët e pejgamberit alayhis salam. Edhe më të frikacaka se sa këta, edhe më gënjeshtar se sa këta. Atëherë ka zbrit ajeti kuranor. Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastehzi'un. Thuaj me Allahun azza wa jall, me pejgamberin, me librin e tij, me pejgamberin e tij keni bu hajgare? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Mos u arsyetoni, mos u shfaqsoni se keni bu kufër pas imanit juve. Do të thonë tallja me Allahun azza wa jall, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po edhe ta me kanë tall me sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye njeriu, domethënë, do të me pas kujdes, mos me ofendu, sidomos gjeneratat e para, po edhe dietar se i bën indirekt që mos me marr, domethënë, mos me pas kurfar autoriteti në këtë botë, dhe secili pastaj mundet me lexu Kur'anin çashtu çysh dush, çysh don vet ai, ose hadithet e pejgamberit alayhis salam çysh don vet ai. Kjo është domethënë largimi i autoritetit, cenimi i autoritetit të dikujt dhe zhvlerësim i atin autoriteti, pastaj me ardh njerëzi edhe me e interpretu Kur'anin edhe hadithet e pejgamberit alayhis salam çysh dojnë ata. Ibn Asakir është një prej dietarëve, ka dhënë një fjalë sa i përket akuzimit edhe foljes keq për dietarët. Ka thonë: "I'lam ya akhi, waffaqani Allahu wa iyyak limardatihi wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatihi أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم والتناول لإعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم والاختلاف على ما اختاره الله منهم لنشر العلم خلق ذميم وما وقع فيهم أحد بالثلب إلا ابتلاه الله قبل موته بموت القلب." Dije, thot Ibn Asakir, thot se o vllajim, Allahu më dhënë mua dhe ty sukses për të arritur kënaqësinë e tij dhe na bëf prej atyre që kanë frikë atë, domethënë Allahun azza wa jall ashtu siç i takon. Dije se mishi i dietarëve është i helmuar. Mishi i dietarëve është i helmuar. Është i njohur ligji i Allahut azza wa jall në kozmos,
për zbulimin dhe turprimin atyre që i nënçmojnë ata, do të thonë që i nënçmojnë dietarët, sepse të flasësh kundër tyre për gjëra nga të cilat ata janë të pastër, që ata nuk i kanë ato gjëra, do të thonë me fol për dietar për ato gjëra që ata janë të pastër për aty në gjëra, është një çështje shumë e rëndë, ndërsa cënimi i nderit të tyre me gënjeshtra dhe shpifja është një rrugë me pasoja të rënda. Kundërshtimi ndaj tyre thotë që Allahu i ka zgjedhur për përhapjen e dijes është një moral i ulët, dhe kjo fjalë e tij në fund është ajo që duhet më nënvizu edhe duhet më theksu edhe duhet më mbajt mend, thotë se askush nuk ka folur keq për ta, duke i fyer, veç se Allahu Azza wa Jall e ka sprovu para vdekjes me vdekjen e zemrës. Do të thonë, kërkush nuk ka fol për dietarët, për të keq, duke akuzu, duke ofendu, duke i përgoju, përveç se Allahu Azza wa Jall nuk e ka mundsuar atina me pas përfundim të mirë. Ja ka mundsuar atina që zemra tina me vdek para se me vdek ai. Para se me vdek ai. Prandaj duhet me pas kujdes. Rregulla 7, duhet me pas kujdes edhe më rujt me akuzu tash me thonë se filan dietari ose filan dietar kanë gabuar në këtë çështje, duke u nisur nga xehli, nga ignoranca. Duhet me qenë shumë i sigurt kur thuhet se filan dietari ka gabuar. Duhet me pas dije, jo pa dije me thonë. Për arsye se një pjesë e madhe njerëzve kur flasin të filan dietari ka gabuar, filan tjetri ka gabuar, ja dietar se kanë qelluar që to, ja po flasin për hamendjes tyne, këta nuk i mbështet në diçka, këta janë mbështet vetëm në hamendet e tyne kur kanë folë për dietarët kështu. Prandaj duhet me pas kujdes edhe me nëse thu ose thot dikush ose pretendon se filan dietari ose filan dietarët kanë gabuar, duhet me pas dije rreth asaj nëse a më të vërtet kanë gabuar apo jo, apo kanë bërë ijtihad dhe ja kanë qelluar, po a kia kanë qelluar. Mirë, po pe pa dijes tina nuk po din se domethënë këta domethënë pe pa dijes tina po mendon se këta kanë gabuar. Po gabimi më i madh masane është kur dikush pastaj e akuzon tjetrin se ka gabuar, ndonjë dietar këta ka gabuar kështu, edhe për shkak të atina gabimi ai dietar bjen sytë e tij. Bjen sytë e tij për shkak atina gabimi, që mundet mos me kon gabim, mundet me kon e vërtet, e sakt, po këtina s'u ka qartësu për shkak të padijes. Mirë po, gabimi, edhe në qoftë se dikush ka gabu, çish do të mos sill me gabimin e dietarit, çish do të me u sill me gabimet e dietarëve. Vjen pika e rrodhës me lejen Allahu Azza wa Jall. Për këtë arsye, thot, për shembull, për këtyne të cilët kanë fol keq ose ka menduar se dikush tjetër ka gabuar, në vërtet nuk kanë gabuar. Për shembull, thot njëri, thot kam dëgjuar një nga mësuesit e tij e mi të thot, ishte ulur me xhlisin e njëri prej dietarëve. Thot, pasi që kishte transmetuar hadithe për virtytet, për vlerën e virtytet e tre halifeve, për Abu Bekrit, për Omerit edhe Uthmanit radhiyallahu anhu, erdhi koha dhe pastaj i transmetoi ato hadithet për virtytet edhe vlerat e Aliut radhiyallahu anhu. Thot, erdhe Abu Fadl e-Sulejmani dhe bërtiti. Tha, o njerëz, kjo është një mashtrues, mos shkruani petina. Ai si ka dëgjuar ato hadithet e tjera që i ka transmetuar kë. Ka marrë pjesë vetë në mezhlisin e dytë kur ai ka transmetuar hadithe që flasin për vlerën e Aliut. Dhe ka menduar se kjo është peshia, vetë vetë i përmend ato vlerat e Aliut radhiyallahu anhu e pi mohan ato vlerat e aty në tre halifeve. Thotë, kjo tha mos shkruani, kjo është mashtrues. Tha mos shkruani petina. Dhe u largu nga mezhlisi sepse nuk e kishte dëgjuar hadithet që ai kishte diktuar më parë për virtytet e tre halifeve. Domethënë gabimi kujt e kon i këtij, se se kanë dëgjuar. Problemi u kon, domethënë i këtij. Po ashtu çështja më e madhe është kur dikush për shkak të diçkaje që ai mendon që është gabim, asa ne akuzon tjetrin me bidat. Domethënë se është bidatxhi, ka dalë bidat, pa ditur mirë, pa u vërtetuar mirë. Rregulla e 8 është nëse të arrin ndonjë gabim ose shën ndonjë gabim për dietarin, tek dietari ose ke dëgjuar për ndonjë dietar i cili ka thonë një fjalë dhe ti e konsideron ato që është gabim. Atëherë kërko arsyetim për ato. Kërko arsyetim.
Sepse muslimani me muslimanin, në raport me muslimanin do të jetë ajo marrëdhënia e muslimanit me njërit me tjetrin, me muslimanin tjetër do të jetë ndërtuar mbi mirëbesimin e ndërsjellë. Edhe me arsyetu tjetrin, kur e ka bë ose kur e bën ndonjë gjest, ose kur e thot ndonjë fjalë, që mundet një duk tina gabim, në sens, në parim, na, musliman në mesvete, duhet me gjetë ndonjë arsye. Për këtë arsye Umar ibn Khattabi ka thonin e tina të njohur. Thot la tadhunnu bi kalimatin kharajat min akhika al-muslim su'an wa anta tajidu laha fi al-khayri mahmala. Mos më mendo për të kesh një fjalë që ka dalë nga vllai yt musliman përderisa mund të japësh një kuptim të mirë. Ndërsa sa i përket dietarit, duhet me gjetë arsye time. Ka mundësi me pas ndonjë arsye që ka thonë atë fjalë edhe këtina që po i duket gabim. Është arsye tum. Prandaj gjoja ndonjë arsye. Për këtë arsye, po e citoj një prej atyre fjalëve të njëri prej dietarëve thotë: "Fa idha kana ar-rajulu thiqatan mashhudan lahu bil iman wal istiqama, fala yanbaghi an yuhmal kalamuhu wa alfadhu kitabatihi ala ghayri ma ta'awwada alayhi على غير ما تعود منه ومن أمثاله بل ينبغي التأويل الصالح وحسن الظن الواجب به وبأمثاله." Nëse se një njeri për dietarëve është një i besueshëm, i dëshmuar që ka besim dhe fetari. Nuk duhet tash që dikush e ka lexuar ndonjë fjalë të tina. Për shembull, ky ka shumë vepra. Dietari i cili ka shumë vepra. Në shumë vepra ti e din që është, në menhexhin e Ahlus Sunnetit dhe Xhamatit. Mirë po, dikun ka rastis me lexu prej tina ndonjë fjalë që ndoshta mendon që ka dalë prej menhexhit të Ahlus Sunnetit dhe Xhamatit. Nuk është në rregull që këtë fjalë, e cila ndoshta mund me kon dy kuptime pa qartë, tash ti më marr dhe më marr si gabim. Ti dohet mi bë tawil, me interpretu fjalën e këtina në dritë të shkrimeve të tij, thënieve të tij, qëndrimeve të tij që ka pas më herët. Nuk është në rregull që një person është i besueshëm sipas fjalëve të këtina dietare, është që një person është i njohur për Ahlus Sunnetit, është dietare kështu me radhë, mirë po e ka thonë një fjalë pa qartë, e të tash që ata më marr më thonë, ja ky ka dalë prej menhexhit të Ahlus Sunnetit, ndërsa në librat e tjera e gjen që e ka thonë hakun e të vërtetën, e ka metodologjinë e Ahlus Sunnetit dhe Xhamatit. Pra dohet fjalët e tina që ty të duken gabim, ose tjetër të duken gabim, me interpretu në dritën e qëndrimeve të tij, fjalëve të tij, shkrimeve të tij që ka ai. Jo me marr tash veç me këtë fjalë edhe me selektu edhe me llogarit që ka dalë për Ahlus Sunnetit dhe Xhamatit. Rregulla e 9, kthimi tek dietarët dhe marrja mendimit të tyre veçanërisht gjatë fitnëve, kur ka fitnë të mëdha. Sidomos fitnë të mëdha që ndodhin në umet ose në një vend caktuar. Kur përzihet haku me kotën, kur sendet janë pa qarta, kur çështjet janë ende të paqarta, aty tash janë gjithkush me fol, gjithkush me marr qendrim, i ditori pa ditori. Edhe shpesh herë akuzohen dietarët për një çështje të caktuar, se pse ka thonë këto, pse ka pas atë qendrim. Ndërsa kur këshyret ose kur shikohet mirë, ai dietari ka pas në rregull, sepse ai ka vlerësuar se këto janë disa çështje për shembull nganjëherë kur janë çështje të paqarta, dietari vlerëson damet edhe dobit, maslaha wal mafsada. Nuk është çdo kush që ka dije rreth dameve dhe dobive, është shkencë në veti. Është shkencë, domethënë në atje maqasid e sharia, objektivat e shariatit, që objektivat e fesë, ku mësohet domethënë se nganjëherë në disa raste duhet me përzgjedh mes të dy domeve. Po një dom është më e madh, një është pak më i vogël. S'ka aty interes ose nuk ka diçka që ka dobi. Ti duhet me përzgjedh mes të domit. Mirë pa me përzgjedh domin i cili është më pak i domshëm apo ai i cili ka dom të madh. Tash këtu nuk ka dije gjithkush. Për me ilustru, këta mund me marrë shembullin e Musait a.s. me Khidrin. Khidri a.s. është i njoftër në ngjarja e tina. Mirë, për çka ka bën Khidri kur hyp në anije? E ka prish pak anijen. Që mu duk se
është anije pak e prisht. Po jo edhe që me prish edhe aq shumë, domethënë komplet me prish. Kur e ka pyet pse këta, domethënë na mundsu me ecë edhe me dal në breg me këtë anije të dorsa e prishë pakës. Domi këtu i prishë së pakt, që më duk që është anije pakës e prisht, jo e mirë 100%, është më i vogël se sa domi i madh i uzurpimit edhe marrjes së kësaj anije nga ai sundimtari që domethënë i ka marrë anijet e njerëzve. I ka marrë anijet e njerëzve. Domethënë ky çka ka bë, e ka bë një dëm më të vogël duke e largu një dëm më të madh. E në rastet e fitneve, sprovave, djetarit e këshyrin këto dëmet edhe dobit. Prandaj duhet më kthyet e dietarët kur ndodhin sportet e mëdha, kur ndodhin çështje të paqarta. Sepse djetarit i vlerësojnë jo vetëm në bazë të asajna që ka shrihet, po i kanë vlerësuar në bazë të realitetit, kuptimit të thellë të gjërave, po edhe duke i marrë ato çështjet e fesë, rregullat e fesë, edhe duke i zbatuar në këto sprova apo në këto ngjarje. Rregulla 10, nuk ka askush për çdo njeri kanë fol. E ka mundësi edhe për dietarët kanë me fol, ose kanë fol ose do të flasin. Prandaj nëse të vjen ndonjë mendim ose ndonjë përfolje rreth atina dietarit, verifikoj lajmin, se ku mund me kon lajm jo i sakt. E kënaqësia e njerëzve, me kon që njerëzit krejt me kon të kënaqur me ty edhe më të dasht, është që një synim që nuk mundet me arrit çdo herë. Gjithmonë kemi gjetë njerëz të cilët për to kemi qenë i mirë, edhe i dashtën për disa kemi qenë jo i mirë edhe i dashtën, se ata të vlerësojnë mbas qëndrimeve të tyne, mbas tekave, mbas tepshave të tyne. Prandaj kur të vjen prej ndonjë dietarit, se ka thonë ndonjë fjalë, verifikoj lajmin se ku mund të kon lajmi jo i sakt nga ai. Për këtë arsye, Dhahabiu thotë në një fjalë, "Famin alladhi yaslamu min alsinatin nas." Kush është ai që mundet me shpëtu nga gjuhët e njerëzve? Kërkush nuk mundet me shpëtu për gjuhët e njerëzve. Tha, "Walakin idha thabatat imamatu ar-rajul wa fadluhu lam yadurruhu ma qila fihi wa inma al-kalamu fi al-ulama yaftaqiru ila waznin bil adli wal wara'." Thot, kush mundet me shpëtu nga gjuhët e njerëzve? Por kur është e vërtetuar pozita e një njeriu në dije dhe është e vërtetuar vlera e tij, kur është e vërtetuar se për me filan festeku ka dije dhe ka vlerë, edhe në bazë të qëndrimeve të tina, në bazë të dijeve dhe veprave të tina, ajo që thuhet për të nuk e dëmton. Megjithatë, thotë të flasësh për dietarët, kërkon gjykim me drejtësi dhe me devotshmëri. Me fol për dietarët, se ka gabuar ajo, do të më koni pa anshëm, do të më kon edhe i devotshëm, edhe me fol me drejtësi. Edhe dietarët e mëdhej jo në akuzu. Mi po sokon e vërtet ajo çka është për folë rreth tyne. Për shembull Imam Buhariu u akuzu, ne kom sharu paka shumë ngjarjen e Imam Buhariut që i ka ndodhur ngjarjen e Nisabur. Është akuzu se është prej xehmive. Është prej xehmive, që nuk u kone sakt. Është keq kuptuar Imam Buhariu. Që nuk do ta përmeni këtu gjerësisht se çka ka ndodhur Imam Buhariu, ku është dëshiron me dëgju atëherë lektet është një ligjërat sprova në Nisabur. Sprova në Nisabur. Aty, domethënë, kom tregu për Imam Buhariun se çush është keq kuptuar Imam Buhariu. Edhe u akuzu, bele është bojkotuar nga njerëzit, nga dietarë të ndryshëm. Gjë për cilën domethënë është keq kuptuar edhe domethënë është bërë pa drejtësi atina. Për këtë arsye do të me verifiku lajmin. Rregulla 11 është gjykimi për një dietar. Duhet më bënë në bazë të shumicës së veprave tina të mira dhe vlerave që i posedon ai. Domethënë, çdo kush për njerëzve mundet me gabu. Mirë po tash, kur të vlerëson një person si person, në këtë rast dietarin, i ka do të meta, ka do gabime. A do të me gjujt krejt, me hudh në shporth, apo do të me vlerësu në bazë të shumicës e veprave dhe atyne meritave të tina, vlerave të cilat cilët e posedon, padyshim se kjo e dyta. Për këtë arsye se Said ibn Musayyib, dietari i madh i tabimve, Said ibn Musayyib ka thonë: "Laysa min alimin wala sharifin wala dhi fadlin illa wa fihi aib,
ولكن من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله كما أن من غلب عليه نقصانه ذهب فضله. Thot nuk ka dietar, as njeri fesnik, as njeri me vlerë, veçse ka ndonjë mjaksi. Veçse ka ndonjë mjaksi. Mirë po ai që mirësitë e tina, të mirat e tij janë më të shumta se mjaksitë e tij, mjanksia e tij falet për shkak të vlerave të tij. Ndërsa tek ai i cili mjaksitë mbizotrojnë, vlerat e tij humbin. Edhe Ibn Qayyim ka një fjalë, ose ka disa fjalë Ibn Qayyim rahimahullah sa i përket kësaj, se çish do të më vlerësu. Domethënë disa ka mundësi me pas ndonjë gabim, por ti e vlerëson në bazë të shumicës së veprave që pas dënaj. Nuk merren parasysh ta këto gabime edhe me hudh njërin në sport edhe mos me konsideru që i merret fjala. Thot Ibn Qayyim rahimahullah, "Wa man lahu ilmun bish-shar'i wal-waqi' ya'lamu qat'an anna ar-rajul al-jalil alladhi lahu fi al-islam qadamun salihun wa atharun hasana wa huwa min al-islam wa ahlihi bimakan قد تكون منه الحفوة والزلة وهو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته في قلوب المسلمين." Ka një fjalë shumë të rëndësishme Ibn Qayyim. Ato se çish duhet më vlerësu njerëzit. Ai thotë që ka dije rreth fesë rreth realitetit, domethënë realitetet objektiv thotë, e di me siguri se një njeri i madh, i cili ka kontribut të vlefshëm në Islam, ka kontribut të madh në Islam, edhe ka vepra të mira, edhe ka një pozitë të rëndësishme në mesin e muslimanëve. Mund të ketë ndonjë gabim thotë. Në këtë rast, në rast të tillë, ai mund të jetë i arsyetuar, madje mund të shpërblehet për ijtihadin e tij. Nuk lejohet që ai të pasohet në atë gabim. Nuk bën të më pasu në atë dietarin në atë gabim. Mirë, po nuk lejohet gjithashtu që të zhvlerësohet pozita dhe imamllëku i tij në zemrat e muslimanëve. Thot po ashtu Ibn Qayyim rahimahullah, thot فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحرف وتعطلت معالمها. Sigur çdo njeri, sigur të kishte qenë që çdo njeri që i gaban, të praktikojë tërësisht dhe të zhvlerësoheshin të gjitha të mirat e tij për shkak të një gabimi ose dy gabimeve, atëherë do të prisheshin dijet, po ashtu edhe zanatet, dhe do të humbnin themelet dhe shenjat dalluese të tyre dhe do të ndalonin se funksionure dhe se uzurin njerëzit. Dërsa Ibn Rajib në një fjalë të tij thotë: "Wal munsif man igtafara qalila khata al-mar'i fi kathiri sawabihi." I drejti, ai njeri i cili është i drejtë, është ai i cili ja fal pak gabime një personit përballë shumë gjërave të sakta që ai i ka. Po dua edhe me përmend një fjalë të Ibn Qayyimit sa shumë e rëndësishme, edhe thot pe rregullave të fesë. Për thënë se për përmendje si për kthem. Pe rregullave të fesë dhe urtësisë është gjithashtu se ai mirësitë të cilët janë të shumta dhe të mëdha dhe që kanë ndikim të dukshëm në Islam, i tolerohen gjëra që nuk i tolerohen të tjerëve dhe i falen gjëra që nuk i falen të tjerëve, sepse mëkati është thot pa pastërti dhe uji kur arrin sasinë e madhe dy kulle. Është një hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, idha balagha al-ma'u kullatayn lam yahmil al-khabath. Uji kur arrin dy kulle, 200 litra e më shumë nuk e përmban pa pastërtinë. Ai pa pastërti mos merret parasysh, se ai është uji i cili është në sasi shumëta. Thotë idha kana al-ma'u kullatayn lam yahmil al-khabath. Dhe Ibn Qayyim ka marrë në mënyrë alegorike këtë hadith pejgamberit alayhis salam, thotë mëkati është pa pastërti, edhe uji kur arrin sasinë e madhe, dy kulle, që e përmendëm, nuk ndikohet më nga pa pastërtia. E ndryshin nga uji pak që ndikohet edhe nga pa pastërtia më e vogël. Këto janë disa prej rregullave, po mund me përmend që shpejt disa edhe një 2-3 na kam mbet. Thotë rregulla e radhës e 12 është kujdes nga gabimet e dietarëve. Ka mundësi dietarët me gabu, nuk janë pa gabuar, mirë po gabimet e tyre janë dy lloje. Gabimet e tyre të cilat ka hapësirë në fe për mendim ndryshe dhe ai ka bëu ijtihad. Atëherë në këtë rast me shpërblehet edhe thuhet që filan festeku për shembull ka gabuar në këtë mesele. Mirë po nganjëherë ndodh që disa prej dietarëve me i kundërshtu shumicën dërmuese të dietarëve dhe ai kundërshtimi i tij në llogarit për ata që quhet khilafu shadh. Khilafu shadh domethënë i vetëm ku një dietar këtë dashta në ummet i ka kundërshtuar këtë dietarët. Pse se nuk i ka arrit hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose për shkaqe të ndryshme. Ka mundësi ky e ka
ka thonë një mendim, dietarët ai shpërblet për atë mendim, për arsye se ka punu me ata që i ka arrit, mirë po dietarët kanë thonë që kjo është gabim. Kjo është gabim, atëherë nuk bën mu pasu në gabimin e tina, mirë po nuk bën edhe po ashtu mu zhvillerësu ajo pozita e këtina dietarit. Me kaq po përfundojmë se janë edhe disa po ato ndoshta më pak të cilat kanë më pak rëndësi. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.